يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahut azza wa jalla, atë falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Poshtë këtu jemi duke folur çato renditja është, çato se çka e prish agjerimin. Dhe herën e kaluar, pika e fundit që u përmend herën e kaluar ishte cila nëse njëri vjell me vetë dëshirë, me zër, ja impona vetes me vjell, atëherë personit të tillë i prishet agjerimi. A tham çto? Herën e kaluar. Nëse vjell me zër është i gishtin ose e trus barkun e tij, agjerimi i prishet agji. Por nëse vjell pa hire, ka hangër shumë syfër, ka hangër shumë, së s'duhet, edhe tanaj kur është bo e nesërmja, si ja ka mojtë, si ja qu, o kuku, edhe ka shku vetë pa doshë ka vjell, në këtë rast agjerimi nuk prishet dhe s'ka nevoj me bo kaza. Në qartë, kjo ishte hera fundit. Pika tjetër që prishet agjerimi, kjo është të gjinia femërore, nëse një gruaje i vjen cikli i saj, ose lehonia, si t'i vjen cikli, apo lehonia, i prishet agjerimi. Nuk do të që kjo ko gjëna, ko mëkat, por agjerimi si agjerimi prishet, edhe duhet me bo kazo këtë tit. Edhe kjo është me konsenzusin e djetarëve, nuk o dy fjallë këto. Por, kjo edhe nëse i ka orë cikli një gruaje, qoftë veç 2 minuta para se mi hi koha iftarit, obe veç 2 minuta, veç 5 minuta, kërejt dita e asoj gruaje nuk i llogaritet agjerim. Do të me bë kazat dit. Që ato 2-3 minuta, 5 minuta para iftarit, i ka orë cikli, ose lehonia, shenjët e lehonis, agjerimi prishet. A më këtu vazhi? Kjo është tash me konsenzusin e djetarëve islam. Ndërsa prej seneve tjera që e prishin agjerimin, kjo vlen për të rit. Agji. Kjo vlen për të rinjët. O është edhe i thojnë masturbimi. Janë ka mundësi do të ri, të pamartuar, edhe nga pak të haljet, edhe çka bojnë, shikojnë ashtanaj video që janë ngrit epshin e tij, edhe vjen deri tek masturbimi. Atëherë agjerimi ju ka sipas shumicës, se dietarëve islam. Dikush ka folë pak. Por sipas shumicës, pa hekme Ibn Hazmin, agjerimi ju ka prish. Ose vjen deri tek masturbimi, me cilën dhe metodë që vjen deri tek masturbimi, agjerimi i tij i është prishur. Qoftë e nxit me dorën e tij, qoftë veç me shikimin e tij nëse vazhdon dhe vjen deri tek ajo që u përmend, agjerimi i prishet. Argumenti shumicës, cili ajo kujtohet hadithi që kena pas përmend, kur ban shefat agjerimi. Agjerimi kur ban shefat, çka thet? Dhe të zot, ky robi thot ishte yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Ky robi am jep le o zot të ndërmjetësoj për këtë robin. Se ky robi e lake ushimin, pijen dhe epshin e tij. U largoj prej ushqimit, prej pijes dhe epshit të tij për shkaktimin, për shkak të agjerimit. Agjerimi kur flet.
e pastaj Allahu i ja jep lejen për shefat. Që që këna përmend. Pra u përmend edhe epshi. E nëse njëri nuk e ruan epshin këtë rast, vjen deri tek mastërbimi, nuk ja ka dhënë hakun agjerimit dhe agjerimi i tij i prishet. Normal tash kjo vlen për të trit, se për ata që janë të martuar, besoj që nuk i hin fort nullë. Një çështje tjetër që është diskutuar kohë shumë, thon drejtën, në mesin e 4 shkollave juridike. Edhe një tjetër që mund të ketë të ra në kush për njerëzve, edhe të rejtitun. Ajo është nëse e vendos me bindje, jo me dyshim, por me bindje të thellë e vendos me prish agjerimin haxhi. Por që hinë në shtëpi, nuk gjete, ishe në bërë, edhe të kopi uria dhe i qatur. Thu, one kismet e prisha, s'po moj ma shumë me insistu sëtë ose me duru. Edhe hëtë me shku të frigoriferi me gjithë najsen. E vendose me të prejme. Qështu po këta me të prejme për përseriti, se njoni ka mundësi me pos me dyshje. Qëra, di qysh. Unë pashkaj, njerë hale, a unë pashkaj, në po që najsen të mirë, nëse ma ka rujt nusja najsen të mirë në frez, atëherë pëho, më s'ko, për qështu pak lëngë dhe pak bëk, për dëraj ma mirë dhe në aksham. Se në aksham ko në i qërëve najsen. Me që shkje dyta, jo, nuk prishet. Por qajo e para e preme, unë e pashkaj për prishje agjerimin. Kur qëkën, zgjon kur gjon. Kur shkaj, zgjeti, por kësë hangër kur gjon. Kjo nuk hangër, nuk piti, ama ishte i vendosur me prish. Edhe që kjo agjerimi i qiti personi si pas 2 shkollave e juridike, shkollës Malikije, pra Malikit, edhe saktën me dhejbin Hambeli, edhe Dhahirit, edhe Buthauri për të parve, edhe disa edhe për tash bashkëhorve, Ibn Uthejmini, dhe këta që kënë hejtë gjurmeve të tyre, kanë thonë se agjerimi i këti prishet. A e kuptut? Veç me bom me vendos farë që unë e pa shkaj për prishje. Pas hangre, kur që shkaj e prishje, për sërë në reva dhe s'moj dëraj mo. Edhe veç halakot që ka të gjojnë dishka me hangre, edhe me pija. Por nësë në gjete kur gjonë. Nëse je kështu i vendosur, agjerimit të është prishë si pas këtyre 2 shkollave juridike. E qartë? Ndërsa nëse ki me dyshim që përmenda, për përsejti me të në kry, nëse ki me dyshim, ati që në gjithë që ushim të mirë, sët pe prishi. Amo mësë gjithë që për të farë do ushimi së pe prishi, për dojë dhe në shumë, që kësi raste nuk prishet. E qartër ishtë, ndërsa prej seneve tjera, që ka e prishin agjerimin, Zotin a rujt për kësojna, është edhe ajo i thujnë e ridde anil islam, dalja prej fejës. Nëse njoni del prej fejës, bohët qafër, qysh njeri u del prej fejës? Për shambull, qetë me vetdije, pa imponim nga dikush, pa kërcënim nga dikush, e fynë Allahun. Ajo është agjerueshëm, por e fynë Allahun. Runë në zët. Nuk përthëm për këta, vetëm se, për me thonë, Allahu është, stakfirullah. Me thonë, Allahu është i pa drejt, zullumqar është Allahu. Që kjo, hajde. Veç me thonë qështu, është dalje për fejsë. Me thonë me vetë dije, pa ta imponu dikush, Allahu është zullumqar. Nëse qështu thu, del për fejsë. Dhe agjerimi të është prishur. Dhe kjo të është prishur me konsenzusin e djetarëve islam. Nuk ka 2 fjallë. Kërejt janë të një pajtimit, një mendimit, një fjallës, se agjerimit prishur. Ose, njëni tjetëri, është agjerueshëm. Por, e fynë pejgamberin tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E fynë atë.
Fyrja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dallon prej fyrjeve të njerëzve të tjerë. Nëse një X personi e fyn një X personi tjetër, ka bërë mëkat, fyrje pa të drejtë. Ka bërë mëkat, ka bërë keq, mëkat, thuj keq, thuj çfarë dush. Por me dal prej fesë nuk i thuhet. A me bo me fy Muhammedin sallallahu alaihi wasallam prej pejgamberit alaihi atje. E deri sot nuk o dy fjalë. Kërejt janë të një fjale se me fy Muhammedin sallallahu alaihi wasallam del për fesë. E tash njoni është agjerushëm. Ase këll? Njoni agjerushëm. E fyn pejgamberin alaihi salatu wasalam. Agjerimi i tij i është prishur me konsenzusin e dietarëve. Ose njoni, kjo ke fyn Allahun, fyn pejgamberin, fyn Kur'anin, del. Ose fyn një dispozit fesë. Shembull, njoni thot, stakfirullah, shka u bo 5 vakte në ditë mi falë? Ja, mërë se këtu e në hajgare, nuk falon një herë mjaftan, ose një gjumon një oftë hajtë. Veç thonja e qësoj fjalije, është dalje për fesë. Dhe nëse i agjerueshëm, agjerimi të ka prish. Pa shtikur gjëngoj. Agjerimi të është prishur. Ose, unë e thash për nëjë dispozit, por njoni t'i teket, për shkak për shumë e lojme të ndryshme dhe shkrimet të ndryshme, vjen njoni thot, unë e kam vendos ai agjerueshëm dhe në gjys ditës i po do lojme interesante ka po i flasin disot krishter, edhe kjo thot, unë po bohna krishter, po dal për i fesë islame, po bohna krishter, ose po dal për i fesë islame, po bohna jahudi, ose po dal për i fesë islame, po bohna idhujtar. Për momentin si te ka thonë dhe ka bon që tonë, kjo është agjerueshëm i ngrati, por agjerimi ju presh. Por, pa i vazhdan agjerimi, a i për shambull, njëherë tha këtë fjallë, unë po dalë për islami, u ludha me qitë islam. Edhe, thët njëherë, dul, po sëhes një 20-30 metra këthejt, jo mëra pa pende unë, astak filase, po më pas ka qenë ziti për shita unë i zaherse, qysh me dalë për fejës islame. Kjo këthy apet në islam, po s'hangër kur gjonë. A e prish e agjerimin? E prish e agjerimin, pa diskutim. E a do të me hangër këtë tani? Shka do të me bo këtë tash? Kjo mas pari, si pas shumicës e djetarve, do të me shku shpeka dole, mu pastru, me thonë dhe her shahadetin, edhe mu pastru se kur të hytë në islam si pas shumicës e djetarve kërkohet një pastrim. Shkën, pastrot e thët shahadetin, po tash a moj me hangër që, e pas na prish? Jo, unë. Së po du me bo shambull vetin, heq. E ka prish, a me ngron, ju, a pes ban me hangër, me nejt, a gjerim s'ki, po me hangër ju, dhe i në aksham. E kuptut? Nëse njëri ju dënë, e ban një sen t'il, del prej fejs, ban në redde, i prishen vejprat, kërejt i prishen. Qysh ka thonë Allahu, le in eshrakte le jahbetan në ameluk, nëse bohësh i dhujtar, del prej fejs, në fej tjetër, të zhdukën veprat të tua. Rëziku apo vrejnë, të zhdukën veprat të tua. Edhe agjerimi do ta kesh njetin për Allah. Kër del për i fesë, mu kë njeti u kry, se të si për Allah, mu tash janisi me adhur dikant tjetër. S'ki njet për Allah më. Për rëziku është në gjdo vepër tonde, është rëziku me bo me dol për i fesë. Disa obili kanë thonë, nashta s'është me e qëlluar as i fjallë, por kanë thonë disa se të prishen me bo me dol për fejës. Për shumë me rujt që ka flet në fejë, me koj kujdeshëm. Që ka flet, qëfar mendime shmerë në fejë, du me koj kujdeshëm shumë. Se thanë disa djetarë, krejt veprat prishen. Je folë 15 vjetë, e 60, e 70. Ka 70 që të të dëgonë, janis ban hajgare me Allahun. Ban hajgare me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Disa djetarë thanë, të prishen krejt. Po nashta, ma e afërta është, inshallah, me konë qështë me shpresë, me shkukaja ma e leta,
të prishet veç agjerimi, i qasoj dite, ndërsa namazet që ke bo asene, Allahu t'i runë për sëri. Por rrezikosht. E tash nëse njoni e prish agjerimin e ti një iri i sapo martuar, edhe sun për gjithë ditën, s'ma thëmë se agjia, po për shumë sun për gjithë ditën, edhe qka ban? I afrohet bashkëshortës, me vetë të dije, duke e di se qka po ban. I afrohet bashkëshortës e ti, është në muajin e mjaltit. Edhe kur i afrohet bashkëshortës, bën marrëdhënie me të, i prishet ajo ditë pa diskutim. Por e kokë që kënë një shtesë. Cila? E një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith në vërtet, edhe tha, ja Rasulullah, helekt, oj dërguar i Zotit, tha, u shkatrova, jam shkatru. Pse be, tha, qa ke bon që je shkatru? A, be dërgum i Zotit, s'mujta gjithë ditën me duru, e ju ku ma afru bashkëshortës time. Tha pejgamberi sallallahu. E me që pas ke bon një sen t'il, tha, ti, a ki na i rëb liraje, për shpagim. A ki nja i rëb. Me zonë i rëb, për shumë jenë në betej, në luft, dëherë, jenë ko betejat, me shpotën që jenë konë, edhe na një shka ka mujtë me zonë, e ka mujtë, ana i ka shërbyn shpi. Raktarë, se me thonë. Thanë, pa që na i rëb të mirë, musliman, lëshëje për shpagim që ka pas ke bon. Se agjerimi për si për, tha ki, vallo, e tha ja Rasulullah, thonë, nuk kam rëb. Tha, nëse s'ki rëb, tha, atë ti, po dashka me agjeru 2 muaj ditë pa ndërprej. Ndash mu të shpagu pse ju ke afru bashkëshortës gjatë ditës e agjerimit. E ke prish agjerimin, por edhe 2 muaj ditë, tha, me bili disa djetarë kanë thonë, me bo një hitru, me shkëqit. Për shembull 2 muaj ditë, pezom i bin ja 60 ditë, ose 59, ose 58, 60 ose 59. Me bo veç 5 ditë ma pak. Një 30 ditë, 40 ke agjeru pa ndërprej. Po tani u lodhe një ditë u smujtës diçka, do të mjanis për fillimit. I bo 60. I thanë, amon të apo ti, o shuki jam, i tha pejgamberi, amon me agjeru, tha, 2 muaj ditë pa ndërprej. Ja, Rasulullah, tha, unë smujta një ditë smujta po jafru bashkëshortës. Pejgamberi më tha, atëherë po tha, të bëj një 60 njerëz të varfër, musliman, edhe jepja një iftar, jepja ushqej ata, ushqej. Ja, Rasulullah tha, ku me marë, thane me ushqy? Ai që kanë konë ngrati, edhe i varfër. Tha, ku me marën, tha, s'kam kushte, mi të bu 60 persona, mi dha ushqim, ta ata ku e madhe, s'kam kushte, tha. Kishi pejgamberi tha, edhe tha prit po, shkoj, kur nuk vazhdoj edhe shumë ku, ishte pejgamberi me shokët e tij, i erdhi një kufe e madhe, pejgamberi tha, me hurma. Që me atë kufe, mushin mungup një, ma shumë se 60 nështë. Tha, si i erdhi, pejgamberi të vishin edhe i dhonë, këta ne i shpandojke njerëzve të tjerë. Kur tha pejgamberi, ku me që djoli që pjej buri, tha që i pyti, a jerdh me gzim. Tha, merre që të kufe, tha, edhe shpërndoj që shtash një 60 vetave ushqej. Unë ala që kanë koni i varpër. Ja Rasulullah, tha, unë nuk mendoj që në mes këtyre bjeshkve, do më thonë Medine, shkurtaj, unë nuk mendoj, tha, ja Rasulullah, që në Medine ka na një më të varpër se onë. Tha, s'ka më të varpër se onë. Pejgamberi keqë edhe ju dëkën dhe mballet e ti duke qeshur, dhe i tha atëherë, tha, merë, tha, ushqeje për familjen tënde, ushqeje familjen tënde. Por nga që kjo hadith, kuptohet se, ndash, njoni nëse i afrohet bashkëshortës gjatë agjerimit, i prishet agjerimi dhe duhet për dënim me koqiton, ose me liru rëb, ose me agjeru 2 muaj ditë pa ndërprej, ose me ushqy 60 të varfër për shpagim. Ndërsa, e një ditë tjetër a me bon kazo, e kanë diskutu pak djetarët, nashta për që diskutimin flasë herën tjetër. Lusmi Allah të në fort në mshërën, lusmi Allah në azogjel në gjennet me pejgamberët të në takën, walhamdulillahi rabbil alamin.